Kjo që apo ndodhë sot është pa drejtësi shumë e madhe. Sot mu rënu dhe mu cenu kje drejt. Shtëpia në rrugën A në Prishtinë, e cila për disa ditë radhazi ka qëndruar e anuar, pasi që themelet e saj kanë filluar të shemben, sot është rënuar nga organet komunale. Në vendin e ngjarjes kanë qenë zjarfiksit dhe policia, të cilët e kanë rrethuar zonën dhe nuk kanë lejuar që të kalojnë as pronarët e shtëpisë. Ndërkaq dje në një deklaratë publike, kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka deklaruar se kjo shtëpi gjendet në prunë komunale dhe se duhet të rënohet. Ndërkaq këtë po e kundërshtojnë pronarët e kësaj shtëpie, pasi që pretendojnë se nuk i është garantuar kompenzimi për shtëpinë. Unë që një vetë e ngrizonën edhe të gjithë media dhe opinioni publik e din të vërtetën nga ana ime. Kjo që apo ndodhë sot është pa drejtësi shumë e madhe. E drejta e banimit është e garantuar me ligj, edhe në Kushtetutën e Kosovës. Sot mu rënu dhe mu cenu kje drejt. Tash, prej këtij momenti e tutje ja lën dorë vetëm drejtësisë. Besoj në drejtësinë.